Detajet të reja janë zbardhur në lidhje me atentatin e ndodhur mbrëmjen e së hënës në lagjen vullnetari në Elbasan, ku mbetën të plagosur 4 persona. Hetimet kanë marrë një tjetër rrjedh pasi përveç pistës së konfliktit të çastit, grupi hetimor po verifikon edhe mundësinë që autori të ketë ngatruar shënjestrën. Sipas burimeve, objekti i mundshëm i atentatit dyshohet të ketë qenë nipi Elton Kilos, i njohur si Ot Kila, i cili ndodhej në të njëjtin lokal në momentin e sulmit. Autori ende i pa identifikuar dhe i maskuar me paruke ju afroi lokalit dhe hapi zjarr rreth 7 herë me pistolet. Nga të shtënat mbetën të plagosur Renaldo Maçe, 31 vjeç, Armand Toromica, 32 vjeç, kamarieri 19 vjeçar Bjorgi Hoxhaj, i cili u godit aksidentalisht, si edhe një klient tjetër i cili mori plagë të lehta. Të gjithë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Të plagosurit kanë deklaruar parajtuesve se nuk e njohën autorin dhe se nuk janë të përfshirë në konflikte. Ndërkohë, në pyetje është marrë dhe nipi i Ot Kilos, i cili ka mohuar të ketë konflikte. Elton Kila, i njohur si Ot Kila, është një emër i njohur i botës së krimit dhe rivali i Suel Çelës. Ai ka shpëtuar disa atentateve ndër vite, ndërsa në vitin 2018 u arrestua për të ekstraduar drejt Italisë për akuza që lidhen me organizat kriminale dhe trafik narkotikësh, por më pas u liruar me masën detyrim paraqitje. Ndërkohë, pas ngjarjes, autori arriti të largohej në këmbë në rrugicat e lagjes dhe më pas dyshohet se është ndihmuar nga një automjet. Policia po analizon pamjet e kamerave të sigurisë për identifikimin e tij dhe të automjetit, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.